Doktoresha, përshëndetje dhe faleminderit që gjetët kohë për të qenë me ne virtualisht në studio e për të diskutuar për startup. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është folur shumë për virusin e ri, le të themi të risjell në qarkullim virusin Nipah, i cili konsiderohet nga mediat, nga shkrimet e rrjeteve sociale dhe jo vetëm si tetë i rrezikshëm dhe me një potencial pandemie. Çfarë duhet të dimë rreth tij? Duke bazuar në raportin zyrtar që ka bërë OBSH-ja për vendet evropiane, mund të theksojmë që edhe pse virusi i Nipahit ka pasur shpërtimet rajonale në disa zona të Indisë, për Europën nuk përbën akoma një rrezik. Sepse është një virus që ndryshe nga Covid-i, dhe kjo është dhe arsye mbase që është polemizuar kaq shumë ky virus, sepse është krijuar një asociacion, një lidhje drejt për drejt e shpërtimit që ka qenë atëherë në Kinë me Covid-in, frika në popullat ose edhe nga ana mediatike ka qenë mund të kemi një histori të ngjashme edhe tani me Nipahin, duke qenë se shifrat që raporton dhe OBSH-ja janë patjetër të larta kur shikojmë që vdekshmëria e Nipahit shkon deri në 75%. Por nuk theksohet aq shumë, sidomos nga ana mediatike, që ky virus nuk e ka fuqinë e përhapjes si kundër e ka pasur Covid-i. Pra Nipahi e ka pothuajse të pamundur të shkaktoj pandemi, qoftë në Indi ku ka filluar dhe aq më pak për të përhapur drejt Europës. Kështu që e gjëja e parë, mesazhi i parë për mua do ishte të qetësohet çdo qytetar shqiptar që nuk kemi rrezik për pandemi, dhe virusi i Nipahit me të vërtetë është vdekje prurës, por vetëm tek ata të cilët nuk trajtohen në kohë, nuk diagnostikohen me testin e shpejtë që në fillim, dhe që kanë kontakte të ngushta faktikisht me kafshët në zonën e Indisë, që mund të jenë lakurishi i natës, mishi i dërrit e të tjera, ose që kanë kontakt me ata që udhtojnë nga India drejt Europës. Doktoresha, çfarë shërben si vektor i përhapjes për ta ezauruar ose për ta shtjelluar të gjithë kontekstin e virusit Nipah? Cilët shërbejnë si vektor, dhe le të themi, sot ne jemi qytetarë të botës dhe dikush udhton për në Indi dhe mund ta sjellë si virus. Cili është testi specifik? A janë përgatitura sistemet shëndetësore për ta diagnostikuar si virus? Çfarë duhet të dimë dhe për shenjat klinike që manifeston? Për fatin e mirë, si kundër dhe te Covid-in e kemi një test të shpejtë të PCR-s, i cili po ashtu e gjen me një saktësi që shkon drejt 80%-it nëse një pacient është pozitiv me Nipahun ose jo. Prandaj edhe këto testet e shpejta janë shndruar në screening më të mirë aktualisht që po përdor dhe India në pikat kufitare apo në aeroporte për të testuar të gjithë pacientët që mund të kenë pak shenja gripi ose që vijnë drejt për drejt nga zona që është momentalisht shpërtimi i Nipahit. Pra në ana diagnostike, qoftë edhe me atë rrugët më të shpejta jemi shumë mirë. Ajo që na mungon tek Nipahi është pikërisht vaksina, sepse ka qenë një virus që edhe në të kaluar ka pasur shpërtime vetëm në zona të caktuara. Asnjëherë nuk ka qenë një pandemi ose një rrezik që e ka detyruar qoftë OBSH-n ose FDA-n për shkak të Amerikës që të prodhojë një vaksinë përkatëse, edhe pse mund të themi momentalisht Oxfordi ka filluar që të bëj provat e para për të pasur dhe në të ardhmen një vaksinë ndaj tij, pra presioni nga ana e sistemit shëndetësor është rritur që është rritur dhe interesi pasaj shkencor për një vaksinë. Ajo që duhet të theksojmë, siç e thatë juve, vektori i transmetimit të virusit të Nipahit është nga kafshët e infektuara, që është zakonisht ato fluturakët, pra siç mund të jetë lakurishi i natës që i marrin këto nga frutat egzotike. Virusi qëndron, mund të mbjetojnë në sipërfaqen e frutave egzotike dhe me anë të kafshëve transmetohet edhe tek njeriu. Me anë të mishit të dërrit, për shembull, dhe dërri mund të jetë një mbartës shumë i mirë i këtij virusi, mund të transmetohet tek njeriu. Dhe rruga e dytë është nga njeriu tek njeriu. Pra, po ta shikojmë në këtë aspekt duke sikur Nipahu ka 2 fish më shumë mundësi për të transmetuar krahasuar me Covidin, por që ishte vetëm nga njeriu tek njeriu, por ndryshimi është që Nipahi nuk transmetohet me anë të aerozolave të ajrit. Kjo ka qenë dhe arsyeja pse patëm pandemi nga Covidi, se çdo njeri që kollitesh arrinte të infektonte në një kohë të shkurtër shumë qytetar, ndërkohë që Nipahi e ka si kusht të kemi një kontakt shumë të ngushtë me persona
infekcionat e tjerë, që do thot me sekrecionet, me anë të puthjeve, kontaktit seksual, pra nuk mjafton thjesht që dikush jetë pozitiv që të infektojë një avion të gjithë, mund ta quajmë, ose një autobus, një institucion, por duhet me lëkurën, pra në kontaktin e lëkurës ose sekrecionet të trupit të infektuarit. Kjo bën që Nipahi të transmetohet shumë ngadalë dhe të shkaktojë maksimalisht vetëm shpërthime rajonale. Ju përmendët prapën nëpërmjet frutave egzotike, të cilat janë dhe në tregun e Shqipërisë. A ka një mënyrë për të kujdesur në mënyrë që edhe nëse ka mundësi infektimi nëpërmjet tyre të mund ta evitojmë? E dyta, a ka shenja klinike specifike që flasin për infektimin nga Nipahu? Është shumë e vërtet që në këto kushtet globale ku jemi, jo vetëm udhëtimet, pra edhe për shqiptarët është bërë Tajlanda si një destinacion turistik ose edhe India në total që mund ta marrim nga njerëzit, por kujdesi numër 2 që duhet jetë për të gjitha anvisat shqiptare janë pikërisht edhe nga transmetimi me anë të ushqimeve siç janë frutat, sidomos egzotike. Prandaj duhet këtu një kujdes në dezinfektimin e sipërfaqeve të këtyre frutave, pra duhet qoftë përdoret temperatura ose soda e bukës pa kimikalet të cilat kanë aftësi të shkatërrojnë këtë virus. Prandaj do ishte qoftë një larje e mirë me furçë dhe me ujë të nxehtë e këtyre frutave, ose që e kanë bërë mbase anvisat gjyshet tona ose nëna tona më përpara që i kanë bërë një depastrim ekstra dhe me sodën e bukës. Kjo do ishte këshilla për ushqimet. Ndërsa gastronomia mund të quajmë edhe indiane këtu në nivel evropian ka pësuar dhe kjo një goditje sepse mund të imagjinoni që frika e virusit bën që mos jetë shumë i preferuar ushqimet që kanë kontakt momentalisht me Indin. Doktoresha, është i trajtueshëm nëse kapet në kohë? Kjo është pyetja kryesore. Sa mund ta shpëtojmë një pacient, se kur dëgjojmë shifra edhe ne për mjekët dhe për personelin që duhet të shpëtojë të tjerë, kur dëgjojmë shifra mortaliteti deri në 75%, është shumë e rrallë. Covidi e ka pasur maksimal 15-20% vdekmërinë. Edhe gripi që edhe ai ka në dekadat e fundit ka arritur shifra akoma më të larta vdekshmërie se sa vetë Covidi. Dhe kur shohim që një virus i tillë siç është Nipahi arrin kaq shumë të jetë agresiv, automatikisht duhet edhe para përgatitja edhe për ne si personel mjekësor shumë e lartë, qoftë me diagnostik, pra që ta kapim në kohë me anë të testit të shpejt, me anë të marrjes së gjakut, nëse testi del pozitiv të marrim gjakun për të bërë antitrupat specifike kundër Nipahit dhe nëse që në ditët e para e kapim pacientin që është i infektuar, arrim ta parandalojmë në kohë duke bërë një hidratim të mirë pra infuzioneve të gjakut, duke dhënë suportues së sistemit imunitar, sepse sa më i rrit jetë pacienti, sa më pak faktor rreziku të ketë, patjetër që ulet mortaliteti dhe kur e kapim në javën e parë e shpëtojmë me një përqindje shumë të lartë pacientin, por nëse intervenojmë vonë, pra në javën e dytë dhe sipër, pasi pacienti ka menduar që ka pasur thjesht një grip një javë të tërë, me dhimbje koke, me marrje mendësh, me marrje frymarrje, me kutje të përgjithshme dhe temperaturë të lartë. Këto janë ato simptomat e para që paraqet Nipahi që e bën duket njësoj si të ishte një grip i zakonshëm. Por në javën e dytë pasaj në vend të përmirësohet gripi që e njohim, por kemi përkeqësime sepse fillohet prekja neurologjike e cipave të trurit, të nervave, dhe pacienti në një kohë të shkurtër kalon dhe në humbje të vetdijes në gjendje komatoze, sepse nëse paralizohet muskuli i zemrës ose muskuli i frymarrjes, automatikisht kalojmë në ato urgjencat e njohura mjekësore. Prandaj dhe është kaq i rrezikshëm nëse nuk kapet kohë. Ndërkohë jemi në një boom virozash sinore, kryesisht viruseve respirator, por edhe Covidi në gjithë format e veta, edhe me mutacione. Si mund ta kuptojë pacienti se cilin prej këtyre infektimeve ka? Duhet patjetër për çdo rast dyshimi që e ka zënë gripi / Covid apo një virus tjetër të bëjë një analizë? Është i përgatitur sistemi shëndetësor të analizojë apo të testojë çdo pacient i cili shkon tek mjeku i familjes për të bërë një konsult? Është një pyetje
pyetje shumë e drejtë. Në ana logjis diagnostike mund ta quajmë është e pamundur vetëm në bazë të simptomave klinike të diferencojmë me cilin virus kemi të bëjmë. Sepse qoftë gripi, qoftë Covidi, tani më dhe nipahu në javën e tij të parë duken sikur të jetë një ftohje e thjeshtë me rrufën, me dhimbjen e kokës, temperaturën. Pra, simptomat janë të njëjta. Ajo që na çon në një diagnostik është testi i shpejtë i PCR-s. Pacientët që kanë simptoma gripale në shtëpi, edhe para se të shkojnë tek mjeku familjes, edhe për hir të asaj përgjithësisë qytetare që mos infektojnë të tjerët, e blejnë tek farmacia një test të shpejtë PCR-ja dhe shohim dalin pozitiv me Covid apo dalin me gripin e zakonshëm, secili prej këtyre viruseve kanë testin e tij specifik. Prandaj është e nevojshme që vetë pacienti ta testojë veten dhe në këtë mënyrë kur shkon, qoftë tek dhoma e pritjes ose te urgjenca e mjekëve, të ketë paktën një maskë dhe ta mbrojë edhe qytetarët e tjerë, po dhe vetë nga infeksione që mbi vendosen, se mos harrojmë që një grip mund të komplikohet shumë shpejt edhe me bakterie ose me infeksione me viruse të tjera. Prandaj është e nevojshme t'i referohemi testeve të shpejta. Në qoftë se del një pacient del pozitiv, atëherë na del detyra si mjek që t'i marrim një analizë gjanku, të bëjmë një grafi të mushkrive, që të shikojmë që nuk kemi pneumonira dhe nuk kemi komplikacione të tjera dhe vendoset pasaj terapia, sepse dim që ndaj viruseve në total, qoftë ndaj gripit, qoftë Covidit ose dhe Nipah që është në Indi, nuk kanë një terapi specifike antivirale. Vetëm në rast se ky infekcion pastaj e dobëson kaq shumë pacientin sa bivendosen bakteriet, atje mund t'i japim antibiotik ose terapi të tjera të fuqishme që në përgjithësi bëhen vetëm në spital, nëse pacienti nuk e përballon dot sëmundjen në kushtet shtëpiake. Prandaj edhe për të përgjigjur pyetjes suaj sa është i përgatitur sistemi shëndetësor, varet nga këto faktorë sa i ndërgjegjshëm është pacienti për gripin e tij dhe mund të bëjë thirrjen nëse simptomat e gripit zgjasin më shumë se sa një javë, pacienti duhet të shkojë në çdo rast tek mjeku dhe të konsultohet, ka nevojë për një medikament dhe të qëndrojë në shtëpi, apo duhet të shkojë pastaj në spital dhe të bëjë diagnostik më tepër dhe të marrë medikacionet akoma më të fuqishme. Duke pasur një koordinim të mirë të tillë, pra nga mjeku familjes të çohet në spital, nuk mbi ngarkohen ato urgjencat e QSUT-s që çojnë pastaj në mënyrë të panevojshme në kolapse, sepse pacienti nuk respektoi dhe zinxhirin dhe hierarkinë e punës, mund ta quajmë, dhe udhëzohet zakonisht ose edhe nga këto intervista që japin për Nipahin, ndonjëherë ka frika, mendojnë që për çdo grip duhet të shkojnë direkt në qendrën universitare. Kjo nuk qëndron. Gripet e thjeshta, një Covid i lehtë mund të trajtohet më së miri nga shtëpia. E qartë. Doktoresha, viruset e gripit, edhe për shkak të pandemisë të Covidit, janë bërë më agresiv? Çfarë ka ndodhur me vetë Covidin? Është siç ka qenë në agresivitet apo është dobësuar? E ndërkohë, a ka psuar ndryshime imuniteti i njerëzve të cilët e kanë kaluar më parë Covidin? Kemi vënë re faktikisht që këtë dimër kemi pasur një rritje masive të gripit për faktin që antitrupat ndaj Covidit për faktin e mirë i kemi zhvilluar qoftë me anë të konfrontimit dhe kalimit natyral të infeksionit të Covidit në 3 vitet e fundit ose nga një vaksinë që mund të kemi marrë për mbrojtje. Prandaj Covidit ne po e kalojmë më së miri dhe shifrat edhe në nivel evropian tregojnë që nuk është më një shqetësim për shëndetin e popullatës Covidi. Edhe kur testi tregon që është pozitiv me Covid, nuk ka ikur dhe ajo frika dhe paniku që kishte pacienti kur thoshte jam pozitiv. Thotë që dole bëra testin, dola pozitiv, po qëndroi 5 ditë karantenë në shtëpi dhe është i bindur që kalon si një grip i zakonshëm. Atë që ne po vëmë re këtë dimër është që gripi po bëhet më problematik. Pra pacienti ka më shumë frikë nga gripi tani, kur thotë dola pozitiv me këtë gripin e rënd, sepse kemi vënë re që në Europë më shumë se 50% e gripeve momentale janë këto të influencave dhe rrugëve respiratore, të cilat janë rikthyer në mënyrë më agresive dhe më të fuqishme, pikërisht nga fakti që pacientët me anë të maskave dhe me anë të masave mbrojtëse, mund ta quajnë, në 3 vitet e fundit nuk kanë krijuar imunitet natyral ndaj gripit. Dhe tani provjen kjo vala e këtij gripi që shumë shpesh tek pacientët e moshuar ose dhe te fëmijët e vegjël kalon pak me më vështirë në temperatura të larta, me komplikacione, ku pacienti nuk rri vetëm 3-4 ditë që njohim nga gripi në shtëpi dhe është me këto kputjen e lodhjen e përgjithshme, por shkon rreth një javë dhe sipër, gjë që nuk është tipike, sepse është bërë më agresiv gripi. Prandaj dhe momentalisht fokusi edhe në Gjermani po vendoset për dhënien në mënyrë të përgjithshme të ata që janë mbi 70 vjeç e sipër, edhe të vaksinës së gripit, sikundër dhe ajo e Covidit për ata që dëshirojnë gjithmonë që ta marrin.
Vaksinimi është i rëndësishëm për gjithë popullatën? Nuk është e detyrueshme për moshat që janë të reja, që nuk kanë sëmundje shoqëruese, që kanë një sistem imunitar të fortë. Ju e pyetët, çfarë ka ndodhur me sistemin tonë imunitar? E vërteta është që ne jemi konfrontuar në vitet e fundit me shumë variante të ndryshme të Covidit, qoftë nga Omikroni, varianti më i fundit ka qenë varianti K, që në Amerikë ka filluar me 90% janë tashmë pozitiv vetëm me variantin K, këtu në Europë më shumë se sa gjysma janë pozitiv me më të fundit dhe është vënë re që madje varianti K është më pak i dobët se sa varianti i fundit i gripit. Pra, vaksina, shohim që vaksina ka bërë punën e saj, duke krijuar një imunitet të mirë ndaj Covidit dhe ne e kalojmë me vetëm 2-3 ditë simptoma Covidin. Dhe momentalisht këtë dimër po krijojmë edhe një imunitet natyral edhe ndaj me këto gripin e vështirë. Prandaj vaksina është e detyruar për ata që janë më të dobët, siç janë fëmijët dhe të moshuarit. Moshat e reja më pak për sa kohë që edhe ata kujdesen për shëndetit, që stresi kronik e mbajnë në kontroll, ushqehen mirë dhe lëvizjen mirë. Ekziston një virus për një vaksinë, më fal, për virusin Nipah, apo është në proces ndërtimi, le të themi? E vërtet që kjo është një ndër thirrje që ka bërë OBSH-ja që nuk ekziston vaksina ndaj Nipahit, prandaj edhe kujdesi duhet jetë i shtuar për të gjitha vendet të cilët janë të detyruar që t'i raportojnë në regjistrin e quajtur të shëndetit publik rastet pozitive me Nipah, sepse është një kërcënim për popullatën patjetër dhe duke qenë se s'kemi as vaksinë, as terapi specifike, mbetet parandalimi me anë të distancimit social ndaj rasteve të cilët duhet karanterizohen, kujdesi të shtuar për një desinfektim të mirë, qoftë frutave që vijnë nga India, qoftë duke mos udhëtuar momentalisht ku kemi rrezik ndrej vendeve të Azisë, pra duke parandaluar me këto masat e thjeshta që jemi njohur ndaj pandemisë. Dhe duke qenë se interesi tani ndaj Nipahut u shtua nga ky presion publik për rrezikun që paraqet, ka filluar dhe kërkimi shkencor për prodhimin e vaksinës në Oxford, që mendoj që për vitet e ardhshme do të jetë i vlefshëm, sepse urojmë që mos të kemi shpërhapje edhe në Europë të këtij virusi dhe të rritet presioni siç e kemi pasur në pandemi. Kjo është, mund ta quajmë, e përjashtuar. Doktoresha, do kishit një mesazh përmbledhës për gjithë informacionin që dhanë për qytetarët të cilët mund të jenë sa të friksuar nga viruset e reja, po kaq edhe çfarë duhet bëjnë me këto që i kemi në qarkullim? Ne si mjek kemi gjithmonë në përgjithësim për t'i dhënë informacionin, për të këshilluar, mbasi janë të mërzitshme deri diku këto këshillat, si të mbrojemi nga virozat momentalisht në dimër, pra qoftë për një disinfektim të mirë të duarve, higjienën, mbajtjen e maskave nëse jemi të ftohur, por pse jo edhe marrjen të vitaminave, sidomos tani në stinën e dimrit, sidomos vitamina D që forcon sistemin imunitar, pra të kujdesemi për shëndetin është këshilla ime e parë, dhe së dyti mos të dominojmë as pak nga frika, sepse traumatizimi që kemi pasur nga pandemia bën që shumë qytetarë kanë humbur durimin ku flitet për viruse të reja, për vaksina, pra janë të lodhur psikikisht dhe unë e mirë kuptoj totalisht, por që nuk duhet të jetë arsye që të neglizhojnë shëndetin e tyre dhe mos të kujdesen që më mirë t'i parandalojnë këto viroza se sa kur i kalojnë thonë si ky grip nuk kam kaluar ndonjëherë dhe doktoresha më jep shpejt e shpejt një medikament, më e mira, unë i them gjithë pacientëve të rinj, më e mira është mos ishin infektuar fare, qoftë nga gripi, qoftë nga bakterie të ndryshme, sepse duke pasur një sistem imunitar të fuqishëm, të shëndetshëm, nuk është e nevojshme fare që të jemi të prekshëm, ose nuk bëhemi të prekshëm ndaj këtyre virozave. Dhe prandaj bëjmë parandalim dhe s'kemi nevojë fare për të pasur frikë as ndaj gripit, por Nipahut aq edhe më pak. Falenderoj shumë, doktoresh, për informacionet e përcjella dhe mesazhet e mundshura edhe me fakte e referime shkencore. Faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi do uroj juve një punë pa viroza. I kemi kaluar disa, po do përpiqemi të ruhemi nga tjerët. Faleminderit shumë.